A i keni menduar ndonjëherë se si historia e një fshati të vogël mund të tregojë në fakt historinë e një kombi të tërë? Tingëllon pothuajse pabesueshme, po jo. Pikërisht këtë bën monografia Uzurmishti. Ajo na tregon se si një histori e vogël, lokale, mban brenda saj jehonën e madhe të një populli. Le t'i hyjmë bashkë këtij zbulimi, të shohim këtë thesar. Dhe gjithçka në thelb nis me këtë mendim kaq të fuqishëm të autorit Xheladin Aliu. Një fshat jeton për sa kohë ruhet kujtesa e tij, dhe kujtesa ruhet vetëm kur shkruhet. Këto fjalë janë themeli gjithçkaje që do flasim. Pra, ideja është e thjeshtë por thelbësore. Shkrimi i jep një komunitetit pavdekësi. Përndryshe çdo gjë humbet, treten në mjegullën e kohës. E pikërisht këtu e kuptojmë se ky libër nuk është, ju e dini, thjesht një tuf letrash të lidhura bashk. As pak. Ai është kthyer në një lloj arke thesari për Uzurmishtin. Imagjinoni pak, një ark që ruan çdo kujtim, çdo emër, çdo ngjarje. Gjithçka që pak të libër thjesht do ishte fshirë nga historia. Pra, ja ku e kemi veprën Uzurmishti, monografi. Dhe diçka që e bën këtë punë vërtet monumentale, është fakti që është bërë nga njeri vetëm. Një njeri vetëm. Xheladin Aliu ka bërë diçka që normalisht do kërkonte një ekip të tërë studiosish. Është një përpjekje sinqerisht e jashtëzakonshme. Dhe mos mendoni se është thjesht një koleksion historisht të dëgjuar ande i kthej. Jo, metodologjia këtu është super rigoroze. Autori ka bërë një punë të mrekullueshme duke gërshetuar burimet arkivore, pra dokumentet e vjetra osmane, me gujdhënat, me kujtimet e gjalla të familjeve, dhe pastaj ka vënë të gjitha në kontekstin e duhur historik. Kjo i jep librit një peshë akademike të padiskutueshme. Mirë, tani le të gërmojmë pak më thellë. Le të shkojmë të rrënjët e këtij fshati. Sepse këtu kuptojmë diçka të rëndësishme. Identiteti i Uzurmishtit nuk është diçka që lindi dje. Përkundrazi, është një trashëgimi e fortë e gdhëndur në histori dhe e ruajtur me fanatizëm ndër shekuj. Kjo linjë kohore na e tregon këtë histori në mënyrë perfekte. Pra, Uzurmishti nuk doli nga hiqi. Shikoni pak, që në vitin 1453 përmendet në dokumentet osmane me 15 familje. Vetëm 2 vjet më pas, në 1455, emri i tij shfaqet në vakufet e Isabek Isakoviçit. Dhe çfarë ndodh deri në 1468? Fshati jo vetëm që nuk zhduket, por rritet. Shkon në 20 familje. Kjo tregon një qëndrueshmëri absolutisht jashtëzakonshme për atë kohë. Po, mirë. Pyetja që lind natyrisht është: çfarë e mbajti këtë komunitet kaq të bashkuar, kaq të fortë për qindra vjet? Përgjigja, siç e tregon libri, qëndron te boshti moral, tek ato vlerat themelore: besa, nderi, solidariteti. Këto nuk ishin thjesht fjalë të bukura, e dini? Ishin ligjet e pashkruara që mbanin gjallë komunitetin, që siguronin mbijetesën nga njëri brez te tjetri. Një nga pjesët që personalisht më ka bërë më shumë përshtypje është gjenealogjia. Por jo siç e imagjinoni, thjesht një listë gjatë emrash pa kuptim. As pak. Autori e përdor gjenealogjinë si provën absolute të vazhdimësisë historike. Ajo tregon si një hartë se si fijet e çdo familje e ndërlidhen me njëra tjetrën për të krijuar këtë tapet të madh, këtë histori të përbashkët. Është vërtet mbreslënse. Sigurisht kjo rrugë e gjathë nuk ka qenë një shëtitje në park. Përkundrazi, tani hym në pjesën e vështirë, te shekujt e sfidave. Këtu fillon historia e qëndresës, një histori që në fakt nuk i përket vetëm Uzurmishtit, por është pasqyra e historisë së gjithë shqiptarëve në këtë troje. Kjo linjë kohore na jep një panoramë të qartë të stuhive që ka kaluar ky fshat. Mendojeni pak. Nga perandoria osmane, pastaj kalojmë në periudhën jugoslave, një kohë shumë e vështirë, pastaj shpërthimi i demonstratave studentore më të 81-shit dhe natyrisht konflikti armatosur i 2001-shit. Secila prej këtyre epokave kalon shenjën e vet, një gjurmë të thellë në memorien kolektive. Le të ndalemi pak te periudha jugoslave. Këtu sfidat nuk ishin thjesht vështirësi ekonomike. Jo, ishte presion dhe represion sistematik. Libri dokumenton këtë shumë qartë. E imagjinoni dot, fëmijët detyroheshin të mësonin serbisht. Shkolla shqipe ishte ndaluar. Ky ishte një sulm i drejtë për drejtë, një përpjekje e hapur për të asimiluar, për të shuar identitetin. Po kur shtypja bëhet kaq e madhe, herët avon diçka shpërthen, dhe pikërisht kjo ndodhi. Demonstratat e 81-shit në Kosovë nuk ishin thjesht një protest, ishin një shpërthim i vërtet i zemërimit të mbledhur për dekada. Ishte një britm për të drejta, për dinjitet, dhe ai zjarr, ajo shkëndi, u përhap shumë shpejt edhe në Maqedoni, duke e zgjuar dhe forcuar ndërgjegjen kombëtare.
Kalojnë 2 dekada dhe tensionet arrin pikën kulmore. Ky citat nga libri e përshkruan në mënyrë perfekte momentin. Pamjet e kalasës së Tetovës nën flakë tym i dominojnë edicionet e lajmeve në CNN, BBC, pra konflikti 2001-shit nuk ishte më një çështje lokale, e gjithë bota po shikonte, dhe ai imazhi tregoi gjithëve se miti i famshëm i oazës së paqes në Maqedoni sapo ishte bërë shkrumbehi. Dhe siç ndodh gjithmonë në histori, në mes të kaosit, shfaqen njerëz që kthehen në simbole. Njëri prej tyre ishte Salih Feyzuli, nga Uzurmishti. Ajo foto e tij, me uniformën e UÇK-s dhe plisin e bardhë në kokë, u bë virale për kohën. U bë një ikon. Ishte simboli i përkryer i qëndresës, i një populli që luftonte për të drejtat e veta pa i harruar kurrë rrënjët. Natyrisht, nuk mund të flasësh për historinë moderne shqiptare pa përmendur Mërgatën. Dhe historia e Uzurmishtit nuk bën përjashtim. Është një lidhje e përjetshme, e pasgjithshme. Siç thuhet, zemra në Uzurmisht, por duart në përbot. Libri e shpjegon këtë marrëdhënie në 2 plane. Nga njëra anë, kemi mbështetjen materiale, atë që shihet, investimet në shtëpi, rrugët e reja, gjithë zhvillimi që erdhi fal tyre. Por ka edhe një anë tjetër, ndoshta edhe më të rëndësishme, lidhja shpirtërore. Ajo dashuria, ajo kujtesë për vendlindjen që mbahet gjallë edhe mijëra kilometra larg. Që të kuptojmë sa i madh ishte ndryshimi, duhet bëjmë një hap pas në kohë. T'imagjinojmë pak jetën para mekanizimit. Çdo gjë varri nga forca e krahut. Toka punoi me plug, me kafsh, gruri korrej me draper. Një jetë e vështirë, padyshim, e diktuar totalisht nga stinët dhe puna fizike. Dhe pastaj, vjen momenti kyç, viti 1972. Në fshat mbërrin traktorët e parë të sjell nga familja Mamuti. Ky nuk ishte thjesht një lajm, e dini, ishte fillimi i një revolucioni, një epokë e re sapo kishte filluar. Gjithçka ndryshoi, ekonomia, mënyra jetesës, gjithçka. Dhe ja ku jemi, rreth i mbyllet. Të gjitha këto që folëm, historitë, sfidat, ndryshimet e mëdha, fal këtij libri tani janë të sigurta, të ruajtura përgjithmonë. Ndaj themi që ky është shumë më tepër se një libër. Është një monument i vërtetë i kujtesës së një komuniteti. Dhe hidhini një sy kësaj shifre, vetëm 300. Kaq kopje janë butuar, vetëm 300. Kjo do thotë që nuk është thjesht një libër i rrallë, por një thesar kulturor i vërtet. Secila prej këtyre kopjeve është si një artefakt, mban brenda vetes shpirtin e gjithë fshatit. Mendoj se fjalët e redaktorit, Xhemil Sadiki, e përmbledhin gjithçka në mënyrën më të mirë të mundshme. Ai e quan një dëshmi me vlerë të qëndrueshme dhe një thesar për memorien. Kjo është, le të themi, vula përfundimtare që konfirmon vlerën e jashtëzakonshme të kësaj pune. Dhe e gjithë kjo na çon në një pyetje të fundit, një pyetje që na bën të mendojmë të gjithë. Mirë, historia e Uzurmishtit tani është e shkruar, e sigurt, po sa histori të tjera të ngjashme me këtë mbeten ende të pashkruara, të heshtura, nëpër fshatrat dhe qytetet tona. Cila histori e jashtëzakonshme pret ende që dikush ta nxjerrë në dritë?